Përshëndetje mi të dashur. Sa ma shumë që po hi në YouTube, sa ma thët që po hi në arkiva, po qëjtësarë të ndryshme. Më befasu me që. Me të vërtet më befasu. Shkojnë të dëgjojmë? Një? Po, Petro. 6 ditë, 5 ditë pas vdekjes së Ademi Asharit. Atanasiu, Stanishevich, Mahmut Bakalli, Milošević janë taku në Brezovic. Këto që për thot nuk për një kush është. Është një zotëri, a është politikan, a është gazetar, nuk e di, por që ka tha kë, Runa Zë. Ngone? Qëra i ka qenë, çfarë është besuar? Këto ka qenë me ndërpre mitësin, konkordatën e vitit 92, 91, 92 të presidentit Rugova me administratën amerikane. Me atë luftanien e famshme, luftarakët madhështisë që vërtet i bojnë nder presidentit. Edhe me orë përsëri ata infantilet, me orë, koka e krimit është Batanasiu. Mirërisht Batanasiu tash është këshilltari e Diramës, këshilltari i presidentit që iku, etj, dhe nomenklatura e tij miope idiote e bën që asnjë antar i Partisë Demokratike nuk ka distancuar nga fjala e presidentit Thaçi që thotë veri është dhuratë Rankovićit. Po Rankoviçi kishte projekt zhdukje të kombit, nuk jepte dhurata kombit tim. Interesant. Kjo është e tmerrshme. Edhe ka bërë një gabim presidenti Thaçi. Ja ka dhënë medaljen postmortem me këshillat e Nuri Bexhetit. Medaljen postmortem akademikut të cilë akademive pe Kajrës e akademizit. Mitrovicën na pas ka falë Rankoviçi. Runa Zë. Ojo pozit, ojo fonzët e për të kësë, apo në të gjani mëre, apo në një mëre, edhe prapë mbronje, inshallah bëhet mirë. Po aj që i mbron, aj nuk edhe Mitrovica. Ato po i garantoj. Dikuj që i dhe Mitrovica, kështë bëhet diçka në këtë veprim. Miq, jetë shumë, Zoti ju rujt, respekt.